jemi sërish së bashku dhe tashmë kam zonjën Fahrie Hoti këtu në studio për të treguar sigurisht rrëfimin e saj, ashtu siç e përmenda edhe më herët, është një grua e cila ka përjetuar shumë gjëra, ka humbur shumë gjëra, megjithatë ka gjetur forcën për të vazhduar dhe unë kam nderin dhe kënaqësinë që ta kem pikërisht këtu në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët, shumë nderë dhe kënaqësi për mua që t'ju kem sot në studio. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Për mua është kënaqësi të marr pjesë me një medium për herë të parë në Maqedoni. Ju falenderoj për ftesën edhe me kënaqësi. Me kënaqësi edhe për mua sigurisht e thash edhe më herët, sepse kam dashur që moti që t'ju bëj një ftesë, por që mendoj që erdhi edhe momenti. Shumë faleminderit edhe një herë që morët edhe rrugën dhe erdhët këtu. Për të gjithë ata të cilët mbase nuk kanë dëgjuar shumë për ju, por edhe për ata që kanë dëgjuar, sepse dua që rrëfimi juaj të jetë që nga fillimi, sepse keni një rrëfim që besoj që është shumë frymëzues për shumë gra dhe njerëz të cilët do ta dëgjojnë. Kush ishte, do filloja me pyetjen, kush ishte Fahrie Hoti para vitit 1999? Po, unë jam e lindur dhe rritur në Rogov të Hasit, një fshat që përket komunës Gjakovës. Në vitet e 90-ta jam martuar në fshatin Krushe Madhe me të ndjerin Bashkim Hoti, ku dhe i lindëm 2 fëmijë. Në të drejtën para 99-ës ka qenë pak një histori ma ndryshe në krahasim me 99-ën. Kam pas vështirësi në lindjen e fëmijëve të mi dhe kam rrugtu për një kohë gjatë në për mjekim dhe në 95-ën fatbarësisht mbeta shtazan dhe bashkëshorti diku në muajin e 4 udhtoi dhe shkoi në Gjermani. Atje qëndroi për 3 vjet. Mas 3 vjetë kur është kthy, ka jetu vesh 1 vjet me mua, ka gjetë vajzën vesh 2 vjetë e gjysë 3, mos gabofsha, dhe 1 vjet ka qëndru bashkë me familjen, sa muj me ditë në gjithë jetën time bashkëshortore, kemi jetu vesh 5 vjet me bashkëshortin, fatkeqësisht ai 99 në zhduk. Tash unë i kam 2 fëmijë, i kam vajzën Sabinën që mi ka 2 vajzat mrekullueshme. Po e kam edhe djalin Dreloni, që ka qenë atë kohë 3 muaj, tash është 27 vjeçar. Historia unë rrjedh e një familjes, 4 vllazën, 3 motra, me 2 prind. Fatkeqësisht ata kanë ndru jetë, por deri në 2006 dhe 2016 dhe 2017 kam qenë me 2 prind. Po ja, gjithë që më ka bo më të fort, ndashta ka qenë edhe trashëgimi i prindve, që është trashëgu. Baba ka qenë ndër bizneset më të parë në fshatin Rogov në atë kohë, kur ka qenë rrugtari i parë, dhe ka rrugtu mes Malezi dhe Kosovës, ku shumë qatit shpive ose dyrë ose dritare ka ndërtu, ka rregullu. Mendimi jem që ka qenë frymëzim edhe për mu. Edhe me se ju martu aty ka qenë fshati kryesisht bujqësor. Në fshati Krushe Madhe ka qenë kryesisht bujqësor dhe fatbarësisht burri ka qenë veti 5 vlla, i kam pas edhe 2 vjahrin, kemi qenë 5 kunata, ku kemi jetu bashk, kemi rrit fëmijët bashk. Po fatkeqësisht ndodhi ajo që ndodhi në 24 mars, kur filloi luftë. Kosova ka pas edhe më herët, po ajo luftë e tmerrshme që ka qenë me civile, ka qenë me njerëz të pafajshëm, ka qenë me fëmijë me plesh, ka fillu nga 24 marsi, ku kanë fillu bombardimet e objekteve serbe. Dhe ne si familje jemi obligu të alëshojmë shtëpinë për pak kohë, ndoshta për 2-3 orë, dhe jemi kthyer prapë në shtëpi. Kemi qëndruar natë me 24 në shtëpi deri me datën 25 mars. Me 25 mars në ora 5 mëngjes e kemi një gjujtje se shtëpinë ku kemi jetu ka qenë shumë afër magjistrales Prizren Gjakove dhe kemi tentu me dalë. Mu mi ke marrë fëmijën antarët e familjes dhe kanë vazhdu në përfshat. Unë e kom pritë edhe pak kohë derisa ti marrë dosenet mia personale dhe të fëmijëve, edhe të orientona ka është masa më shumë e njerëzve. Kemi rrugtu në për qendrët fshatit, kemi shku te familja Nalli, aty kemi qëndru të në ora 2 masdite, tash saktësisht nuk më kujtohen edhe orët ose minutët, edhe ka një informacion nga poshtë që ka fillu komësëria me i në për fshatë dhe duhe me largu, mu largu për fshatë. Jemi largu, kemi dalë malë,
kur kemi dalë në mal, nuk kemi pas ka alternativa me ikë, prap jemi këthy me një lugin ose me një prunë fshat, dhe aty kemi qëndru deri në ora 8 në mbrëmje. Në 8 mbrëmje, në njërë të organizune me gra, me fëmije dhe pasi që ishin qëtësu komplet gjujtjet, jemi hi prap të familja Nalli, edhe kemi qëndru deri në mëngjes. Në ora 5 mëngjes, me 26 mars. Vesh kemi kuptuar që kënë fillu mi dërzu djemët, mi marrë djemët. Burrin nuk ka qenë me mu, kanë qenë vëllezërit e burrit, kanë qenë agjallarët e burrit, djemët agjallarëve të burrit, po edhe na komplet familja vjera dhe kunatët. Pas pak kohë në kanë hi në dhomën ku qëndreshëm na, kanë hi djemët, jenë zbrit nga tavani apo nga pjesë të shtëpisë tjetër, nuk e dim nga, kanë hi në dhomën ku kemi qëndru na. Më thonë, ka qëndru vjera, kanë qëndru kunatët, fëmijët. Paprit mas kanë hi edhe serbët, edhe kanë fillu mi mshu burve, edhe mi ngremi qitë jashtë, po edhe neve bashkë me ata. Kur mi dalë në burin asaj familje, kanë qenë e strëmbushu me djemëtri, edhe me fëmije gra. Aty ka fillu kontrollimi edhe marrja dokumentacionve, marrja gjësenve me vlerë, dukati, parja, edhe ndamja burët veç, gratë veç. Në atë mes ku na qëndrejshëm, në dy antë qëndrejshin burët me kokullur, edhe neve grave fillun na kontrollu. Ata burra kanë qëndru aty për sa kohë nuk e dim as ne. Neve na kanë dhënë një urdhër, na kanë thënë me shku në xhami të fshatit. Aty keni me qëndru, çdo lëvizje që bëhet nga aty me dalë jashtë, ka mo ekzekutu ose ka mo rre. Na kemi qëndru te në ora 2 në xhami, gjatë krejt atij procesit që kemi qëndru në xhami, me 100 herë kënë ardhur paramilitarët. E kanë dërgu një djalë të fshatit që e kuptoj ke gjuhën, edhe na spjegoj ke neve, që dujme ndaj qeta, me dhonë pare, ndashit me lëshu djemët, nëse sip një pare nuk lëshojnë djemët. Tash për një normë i thonë, e kompenzojsh djalin me pare, normal që reagojnë gjitha, ka qenë e djalë te i masë i rehen edhe i përgjakun, po me nëzi që i dilë ke fjalla për gojës me na informu njëve që duhe me dhonë pare edhe me lëshu djemët. Në ora 2 mas dite, ka qenë kohë nxehtë, në ka ardhur urdhën e me lëshu xhamin, edhe me shku për Rogov. Fillimisht na thanë për Gjakov, atje keni varrezat masive të hapna, kemi me ju ekzekutu, edhe para mendomi e thonë grave dhe thmive, keni me shku se i keni vorët të hapun, vish keni mu gjujtë dhe mu pushkatu. Ka fillu një lurime madhe të gjithë masa, i grave, thmive. Jemi dalë nga xhamia, kur jemi dalë të dera xhamijes, ata kanë qenë dy të pozicionu në 2 pjesë të xhamijes, edhe kanë majtë automatin dorë, edhe të secilja gru që kanë tentu me qitë automatin, edhe me shty prapë më këtu në pjesë xhamijes. Po edhe unë vetë personalisht më qenë aty, po fatbarësisht instikti ose gjinshmëria jeme, e kom marrë mundësinë edhe më dalë, jam largu nga ja derë, edhe kom vazhdu rrugën për Rogov në përmes fshatit. Kemi pa njerëz të vranë, kemi pas të gjitha shtëpijet e djegne, dhe veç gratë e fëmija në përqendër të fshatit. Kemi rrugtu në rrugën kryesore magistrale në Prizren Gjakov, edhe jemi këthy për Gjakov me shku. Gjatë kohës në Gjakov unë e kisha beben vish 3 muaj, edhe pra mendo me ditë të tëra pa pije, pa hangër, i lodhën, nuk e kuptojsh na është i gjallë apo se kam gjallë, po dush ke pa tjetër me bajt me veti, me marrë me veti se fëmijë. Shku në mes
magjistrales diku, jom nalë, kom dasht me pa. E kom pa që fëmija jeton, është i gjallë. Prapë kom vazhdu e kom marë. Vajza ka qenë 3 vjeç në atë kohë, edhe nuk e kom pa në atë kohë, se ka utu me familjar, ka utu me njerëz tjerë, po unë si non nuk e kom pas nga të veti. Kur e mi shku të rruga Rogov të Ura, e këshin qitë një tabel, Qirilis, Rogova, zonë e lirë. Rogova ishke vendlindja, ku kisha lindu, fshati që kisha lindë. Edhe kemi tentu me hi, edhe në danë që me hi në Rogov. Jo për Gjakov, po me hi në Rogov, edhe në Rogov të shati, në shkollën e fshatit keni mu ekzekutu. Të njëjtët terma, të njëjtët fjalë, të njëjtët krejt kohën. Kërë më shku në mes të Urës, kanë fillu me gjujt, jo veç mu, po i kanë gjujt edhe masën tjetër, po kryesisht ishin drejtu të Unës, edhe me bebë të vogël, ndoshta në krah, edhe nuk e kuptoj, kom qenë e para apo e treta, nuk e di. Edhe kanë fillu me më gjujt, me kërku pare. Po nuk i kom kuptu, edhe kom vazhdu me hec. Ata prap kanë gjujt, prap kom vazhdu me hec, deri dikur ku kom pa që kanë fillu edhe mua afrungat, atëherë jo ndalë, ka ngajt dikush rrugtar një plak bashkë me mu. Ata kanë tentu me ma marrë fëmijën, si peng i kompenzimit me mjete, ka ngajt dikush ju ka dhonë pare, edhe nuk jenë mundu me ma dhonë atë fëmijë mo, po më kanë shu poshtë, e kom marrë fëmijën edhe më hinë Rogov. Kërë më hinë Rogov, në hymjet fshatit Rogov, e kom taku prindin tem, babën, po e kom taku edhe vajzën, në kratë babës, aty me babën, me vetur, jam shku të familja, të vllaznit, unë edhe familja burrit bashkë. Aty kemi qëndru 3 apo 4 ditë, nuk më kujtohet. Bashkë me ata, kanë hi edhe aty, paramilitarë serbë, kanë hi komësoria, edhe ka një urdhën që me lëshu fshatin Rogov. Ata me iniciativën e tinve, me mobilizimin e Rogovës, edhe ne jo kemi bashkangjitë edhe kemi kalu në Shqipëri, po gjatë kohës ku kemi kalu në për ato fshatrat e Hasit për rreth, që një bashkangjit kolonës më shku për Shqipëni, ndoshta me mia jo me qindra me 10 herë në kanal gjatë rrugës të në kërku pare, unë isha me vllavin e tretë në vetur, me fëmijët e mi, dhe çdo 10 metra ja kanë qitë automatin fytë dhe i kanë kërku pare, ku jemi shku në drejtim të fshatit Krushe. Aty e kom pa një kamion që ka qenë të djeg. Edhe pa hezitimi e kom drejtu vllavit, kom thonë këta janë djemët e tonë, që pa digjen në atë kamion, më ka thonë jo, s'mundet me ndodhë kja, pse ndripse, kemi vazhdu për Shqipëri. Atje kemi qëndru 3 muaj. Konati madhë vllavi burrit me gjithë grua dhe një do antartë familjes tjerë, ku jemi dalë nga ja familja, ata jenë largu në mënyrat ndryshme, edhe nuk kemi pas kontakt me ta mo. Jemi informuar në Shqipëni që vllavin e madh të burrit, edhe djalin 17 vjeç, i kanë ekzekutu në prani nonës vetë. Po vllavin tjetër të burrit që ka qenë me neve, nuk dishëm. Ishin ata burra që i lam na dërzun, që i lam na që ishin bashkë me neve, po edhe bashkimi nuk e disha na çfarë destinacioni është. Se bashkimi nuk e takova pos me 25 mars në ora 11, ku erte fëmija dhe tha, apo rrinë fëmija, këmë thonë fëmijën me sykqyr t'i vazhdo, për veti, unë i kam tjerë të antartë familjes, edhe rri me ta, po nga ja ditë më nuk e këmë taku asë njëherë, s'kam informacione, pos që njerëz dëshmitarë që kënë qenë me ta dhe parafërsisht i kënë tregu situata që shka ndodhë ku është i vranë dhe ku është i gjujtën. Për ndryshe mas këthimit, kur jemi këthy me 22 qershor notën si jemi këthy në Krushe, ka qenë, me thonë Vukovar, ka qenë të merri botës ku imi arna në atë vend. Nuk kemi gjetë asë gjatë ndërtume në shtëpi, dhe më thonë çdo send ka qenë e djegë në shkatrume, jemi këthy na
krejt punatët bashkë, edhe motrën e burrit, motrën e bashkimit kemi pas me veti, edhe asaj ju mor burri aty edhe sot nuk e din ku është. Ndoshta, me thonë 27 vjetë për neve janë 27 ditë, po muj me thonë 27 orë dhe 27 minuta që çdo se ne kemi në kujtim të freskët. Ajo që e kemi përjetu gjatë kohës luftës, tash kemi përjetu luftën në 98-ës, ku jemi dëbuar nga fshati, e kemi përjetu luftën në 91-ës, 90-ës, Kosova ka pas luftë vazhdimisht, po asnjëherë nuk kemi pas të bëjmë me civil. Dhe kjo ka qenë, ndoshta unë s'kom përjetu luftë tjetër, kjo ka qenë lufta e Tmerrit, kjo ka qenë lufta e Tmerrit botës, apo ndër trupet e civilëve, fëmijë pa fajshëm, gra, pleq. Kur u kthyem aty, vjerri ka qenë, edhe fëmija më i rritur ka qenë 12 vjeç, të tjerët kanë qenë krejt më të ri, po kemi qenë gratë, na që i kemi marrë edhe njëherë timonin në dorë të familjes, që u informuam që janë vrarë 2, po ishëm të informuar që edhe 2 janë në dorë të serbit dhe ata herët avon do ta kuptojmë që janë të vrarë. Jemi marrë me organizimin e pastrimit të oborrit të shtëpisë, se fillon vish familjarët më ardhë për ngushëllime, edhe pse e kishëm gjithat dhimbje dhe gjithat humbjet njerëzve, prap jeta do kemi vazhdu. Këtu kanë qenë ndoshta momentet më të zërshme, s'ka qenë moment i zërshëm në atë moment kur na kemi rrugtu për Shqipëri, sa ka qenë kthimi për Shqipërisë në Kosovë ose në Krush, se kemi majt një shpresë që do t'i gjojmë, të paktën këta 2 që s'dishëm që ka ndodhë me ta do t'i gjojmë gjallë, në ka majt ai shpresa. Por me kthimin ton nga Shqipëria në Krushe, me pamjen e varrezave, shtëpive të kallne dhe xhamisë, ku kemi qenë na që këshin granatu dhe rrugët dhe shtëpijet, atëherë vetë fakti tregon që aty nuk ka pas njerëz gjallë, po gjithë ata që kanë qenë aty janë të vrarë dhe të hupen. Domethënë, jeta juaj si në fakt për të gjithë Kosovën në fakt ndryshoi komplet në ato 2 vite apo një vit 98-99. Ajo që keni pa kur u kthyehet në Krush të madhe ishte vetëm djegje, vetëm rënime, le të themi, po pastaj më vonë sigurisht ju, sepse disa trupa veç më ishin gjetur, u vranë dhe aty ishin, por që disa të tjerë ishin të zhdukur dhe atë që e thatë pak më herët që mendua që taj kamioni që e kishit pa duke u djegur trupat dhe duke u hedhur në Drin, ende dyshohet që mund të kenë qenë pikërisht burrat dhe djemtë e fshatit, apo? Me kthimi nga Shqipëria, nisëm komunikimet dhe kontaktet me njerëz që kanë qenë prezent aty. Fatbarësisht, për grupit ku është zhduk dhe vra burri jam, kanë pështu 4 persona, që ishin personat e gjallë që e kishin takuar kishin, por që ka ndodhë me ta dhe ata nuk mu ishin me ditë, po kum takuar dhe njerëz që me 26-in në mramja janë ekzekutu ata. Me 27, ditë e shtunë ka qenë edhe janë shku, diku ju ka shku informacioni që janë vra disa djem, po nuk dihet se kush. S'dihet kush. Edhe do plesht fshatit, prej në Agafcit, një fshat afër Krushës, jenë shku të shtunën aty dhe kënë fillu me identifikua dhe me vorros. I kënë vorros 2 apo 3, nuk e di saksisht, ndërsa pjesa tjetër ka mirë se kënë fillu gjujtjet, i kënë vrejt shkijet që ata vish kënë fillu mi vorros, edhe në shku shkijet me një kamion, serb me një kamion, i kënë ngraku në kamion kufome tjera që kënë bet, pra po flasë në më dëshmitarve, dhe më thonë dëshmitar që kënë qenë aty. Ata i kënë marrë dhe kënë qonë Drinj, i kënë hudhë në Drinj atje, kënë dje kamionin me kofoma me krejtë dhe nuk kemi mujtë me identifikua as me gjetë as një mostër nga jo. Se në atë koha, kënë Drinj pak me rritën, dhe në ndërkoha rritë Drinj dhe i ka bajtë në betjet që kënë qenë kamion. Nuk kam informacion që është gjetë dishka në atë kamion. Po këto janë krejt informata që dëshmitar, që këmë pas kontakte me dëshmitar, këmë bisedu me ta që ka ndodhë me bashkimin edhe me shokët e vetë që ka qenë qatë grupë, ata
8-4 të japin këtë verzion. Ato që e kam parë. Po, ato që e kanë pa. Edhe pse duhet ndryshu mësnej reputacioni ose jeta, s'muj me thonë reputacion, po jeta jone, ose jeta jeme personale, fillova në vjeshtën e 99-ës me organizu protesta dhe me kërkun nga ndërkombëtarët, edhe nga vendorët që çka ka ndodhur me djemt edhe ku janë djemt. Fillum organizimin e protestave, fillimisht fillum si krushe, fillum si gratë e krushës, normal bashkë me qëta burra që i kënë bjetu luftës, dhe mas të ndërkohë në bashkangjitë të Thirrjet e Nënave, në Gjakovë, në Mitrovica, e gjithë Kosova. Deri në 2003, në 2003 vendosa të me lojnë një organizatë shoqata për personat pa gjetën, shoqata gratë e veja. Edhe ka qenë shumë e zërshme, me thonë drejtën ka qenë shumë e zërshme një grua e vej me marrë një vendim qaq shpejt edhe të fort, që me themelu një organizatë që ndoshta shumë njerëz në Kosovë s'kan ditë rëndësinë e një organizatës. Po, gjatë asaj kohë organizojshëm protesta, u takoshna me njerëz të ndryshëm, folshëm për personat pa gjetën, folshëm për humbjet e pasunisë që kishëm humbur njerëz. Edhe morëm një zyre në rrugë kryesore, një lokal që vetë gratë e paguajshëm atë lokal, vetë gratë e mbajshëm, e mobilum komplet me fotografi. Jo me mobilje, po me fotografi të personave të vrandë, pa gjeton, një tavolinë shumë thjeshtë që aty takojshëm njerëz që vishin takojshin. Kjo ka ndodhur në 2005, në 2005 në ofroshin do kursat floktarisë, robaqepsisë, patent shoferit, ndërto nuk do ke marrë arsyeshme patent shoferi. Ndoshta veç mu si fari, po ndoshta dhe grave tjera, jo konvineke ma shumë me marrë një patent shofer, që mu bo domaçin, thojmë na, mu bo zot shpije, në shtëpitë vetë. Atëherë vendosëm, hina unë e para, edhe 9 veta më bashkangjitën, u pajisu me patent shofer. Nga 2003 atë në 2005 ne me marrë me këto aktivitete, organizimi protestave, kurset robaqepsisë, floktarisë, po edhe të patent shoferit. Në 2005 ishin kurse që nuk t'jepshin në shpresë për mbijetesë. Do më thonë nuk ishin që gjenerojshin të ardhëna. Ishin kurse, normal kurse të favorshme, se zanat është ajo, po me siguru diçka për fëmijë, jo. 2005 vendosin vjerë jam në atë kohë me mjellë speca, me mush, mjellë tokën e vetë, kish pasunie vetja, edhe me te kalua dhimbjen që kish hup 4 djemt, kish hup dhëndrin 5, kish hup 11 antarë të familjes, këtë ishin djemt të vllaznive të vetë. Dhe kishte një përmbesa të cilët duhet të rriteshin. Duheshin pa tjetër që të punoj këtë dikush edhe të rriteshin të tjertë. Në 2005 të në filloj, po, ka qenë e zashme me plasun të reg në atë ku, gruja vej, me dalë të reg mishit, dhe me thonë drejtën s'kish këtë reg në atë ku, s'kish këtë kush mi ble speset e fresk, dhe vendosëm me konzervu. Api konzervojme, kemi zyre në kryesore, qesëm zyre, po fatbarësisht në atë vit kemi shit krejt pazar Gjakovës. Dhe në kom që vjerën me kombi, vjerë ka najtë pazar i ka shqitë, dhe unë jam këthy të gratë. Në 2006 në vendosa ati kontaktoj disa media në Kosovë, një media, sot më kujtohet, ka qenë Vjosa Abazi, ne dim, duam dhe ja dalim. Dhe me thonë drejtën ka qenë shumë e zërshme, 2005 me dalë unë para mediave, se edhe mediat e kanë një dvetën, një zanat dvetin, nëse po, me gjitha ta, lë delë që delë. Unë du me përqu mesazhin që i thonë njerëzve që në diçka përpunoj. E kemi bu reportajin, a dhonë reportajin në mramje, ka qenë shtatori, po saksisht dita nuk e di, ka qenë vjesht. Të nesërmen, nuk kemi pas kapacitet prodhimit ose mundësi me prodhu sa konsumatori ka ardhë me ble ato produktet e tona. Ndoshta jo cilësia, po ka qenë ajo koha që gratë e krushës nuk përpresin lëmosh, edhe kanë ndryshu kahja në mbjetesës, po dojnë me mbjetu, me rifmin dhe vetë. Ka qenë e zërshme, ndoshta ti ku e kënë kuptu njerëz, për mu ka qenë shumë e zërshme, po dhe për gratë tjera. Ti e kënë kuptu njerëz që
nuk janë gratë që për dalin vesh për qef më shetit me pi kafe, se ato nuk kanë pas atëra kushte me, ndoshta me siguru bukën, e lemo me dalë me pi kafe për qef, ose me mush kërë naft me dalë më shetit. Po që ashtu o kriju opinioni që për dalin për shetitin, për bojnë, për asi, po ndër vite, çdo vit, o rrit ke kërkesa në treg, edhe numri punëtorëve. Deri në 2010 kemi punu në prosh familjet e tona. Më thonë, fillon 3-4 veta, në 2010 u banëm 12 veta, dhe secila kemi punu në për familjet e tona, në atë zyrën ku i kemi pas fotografi të personave të pagjeton, e banëm edhe me fotografi, po e banëm edhe pik shitje, pik takime, pik moze, çka dush. Në 2010 e marrë një informacion nga Gizi, me shumë pjesën e për panajire, e prezentoj shumë produktet e tona, po edhe gjatë asaj kohë donatorët e ndryshëm na vizitojshin e shishin që përpunojnë diçka dhe normal u duke edhe me trukit me kërku ndihma. Po e marrë një ndihmë nga Gizi, nga Usajdi në atë kohë, që thonë po sigurane ambientin, sigurane vendin, ku po doni më pozicionu edhe me punu, na qëto maqina për paketim dhe do kazana për hajvar ju bim, për ndryshe vendin duhe bë reguluju, po fatbarësisht në 2010 në ndihmoj Ministria Bujqësis, dhe u bënëm gjitha 12 veta bashkë në shtëpi të unë, në shtëpi të vjerrit. Aty mas ne filloi jeta pak më ndrysh. Socializimi i grave në mesveti, humbja kohës edhe fitimi personal direkt familja, aja ka qenë një ndryshim drastik. Nga hiqi për 10 vjetë në diçka shumë të madhe. Jo veç tarna personale, po takimet e ndryshme, vizitat të njerëzve, socializimi me gra tjera, takimet me gra tjera, te kalimi, dhimbjes dhe puna. Dhe më thënë me në konë shtyllët kryesore, largimi i traumës psiqike që kemi përjetu në të nonën, po edhe puna, sigurimi i mjetëve financiare për familjet e tona ose për fëmijët e tona. Kjo ka qenë një rrugtim, ndoshta mund me thonë ka qenë forca dhe bindja dhe kongullësia ime personale, që i kom angazhuar dhe gra tjera për rreth, po me një mënyrë tham, Zoti një derë ta qelë dhe një derë ta mshel. Na humbën në të nonën burrët, një latra shigus të fëmijen, po edhe na lami rrith fëmijen aty me antarët e familjes tonë, po na dha dhe rrugën për me punua mbjetu. Shumë e vërtet, dhe ju këtë derë në fakt të qelet, e morët guximin që ta hapni këtë derë, sepse mbase jo gjithë kanë këtë guxim, këtë derën që i shfaqet, mbase nuk e hapin të gjithë, dhe mendoj që produktet tuaja ose puna juaj nuk është vetëm ajo pjesa që ju keni fituar të ardhura për të ruajtur familjen, por mbart një histori në vete, pra mbart thyerjen e tabuve, mbart atë forcën që ju e keni treguar sigurisht për të vazhduar më tej. E përmendet që jeni ballafaquar me shumë paragjykime. Cilat kanë qenë ato paragjykime më të shumta që keni dëgjuar mbase dhe me të cilat jeni përballur, dhe a ka pasur gratë të cilat për shkak të këtyre paragjykimeve mbase kanë hedhur një hap pas, nuk kanë dashur që të vazhdojnë më tej? Po. Tash nuk mund ndoshta me specifiku në direkt në emrin edhe në mbiemrin ose në format paragjykimeve. Po. Ndoshta kur jemi me pi çaj, qoftë gratë ose qoftë burrët kanë paragjyku, po ka pas shumë gratë që kanë stagnu, nuk e kanë pas vullnetin ose guximin me ardhmë me punu, për arsye se pa flasin të tjerët. Të kjo, të une nuk ka mbi zotëru kjo, se e ku menduar ndoshta jëmë deformuar gjatë mramjes, po në mëngjes e kom pa pra vetën, jo duna unë, duna me ecë, duna me punu, nuk kam unë ko për më nalën me mendu pëse kënë formë të tjerë. Nuk du më marrë me këto gjera, po të gra tjera kanë diku. Të gra tjera kanë diku kjo, jo nuk banë me shku, e kanë etiketu me format të ndryshme të mundshme, po me gjitha ta, mbi gjithë këtë rrugtim, këtë sakrificë edhe vujtje ku të rezultojsh me sukses, edhe të bosh zë e fuqishëm, jo mbrana në Kosovë, po anë mban botës, ato gra sot që janë të punua dhe faria këtu
më të vërtet janë heroina gjalla që e kanë mbrojt karakterin edhe vlerën e familjes vetë. Shumë e vërtet në fakt dhe keni frymëzuar edhe shumë gra të tjera të cilat mbase nuk kanë qenë në situatën e njëjtë në luftë ose diçka, po që kanë pas këto vështirësitë dhe kur kanë dëgjuar historitë tuaja janë frymëzuar dhe mua në fakt teksa lexoja për ju edhe në internet para se t'ju kem këtu, më pëlqeu shumë një artikull, nëse zgaboj ka qenë një media angleze apo amerikane, sepse thash edhe më herët që kanë shkruar gjithë bota për ju, historia juaj është dëgjuar dhe ka prekur gjithë botën. Më pëlqeu shumë që ishte për një produkt tuaj, ajvarin që ju e bëni, ishte ajvari që nuk është vetëm ajvar. Dhe kjo në fakt ky titull tregon shumë sepse me të vërtet ky ajvar nuk është vetëm ajvar, por mbart në vete gjithatë historinë dhe gjithatë forcën tuaj sigurisht. Zonja Fahrie, ne do të vazhdojmë, por do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe vazhdojmë sërish, rikthehemi për pak. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndrojmë me zonjën Fahrie Hoti, me të cilin flasim për rrugtimin, për rrëfimin e saj, në fakt historinë e saj, që e thash edhe më herët e kam përmendur edhe në fillim të emisionit, që nuk është vetëm një rrëfim i saj, por i të gjitha grave të cilat nuk u dorëzuan kurrë. Zonja Fahrie, unë dua t'ju pyes pak sepse ju e thatë përmendet që e ndërtuat apo e krijuat edhe shoqatën për të pagjeturit e luftës. Sa keni pasur mbështetje edhe në këtë pjesë, edhe mbështetje institucionale, le të themi, ku keni kërkuar ndihmë, sa ju kanë ndihmuar edhe për këtë pjesë? Sa i përket çështjes e personave të pagjetur, asnjëherë nuk kemi kërkuar ndoshta mbështetje nga institucionet e tona, po mbështetja më e rëndësishme ka qenë gjetja ose identifikimi i personave të pagjetur. Kjo ka qenë primare për familjarët dhe për mua personalisht, që të paktën të identifikohet, të vjen aty ku e meriton vendin, se në fshatin ton ku janë varrezat, janë edhe 64 varreza që janë të hapur pa kufoma. Presim identifikimin e tyre dhe revorimin e tyre. Përndryshe asnjëherë veç normal përmes organizatave për personat pagjetur na kemi udhëtuar dhe në për vende të tjera ku kemi lubu ndoshta për personat pagjetur, po kemi pas punë me një agresor që nuk ka kuptuar dhe dhimbjen tonë ose nuk ka kuptuar dhe mbështetjen që duhet ai më ia dhon me kthy njerëz aty. Kjo më shumë është përgjegjësia e institucioneve të Kosovës, zyrës për personat pagjetur, antarëve të kryesisë, edhe organizatave që frekuentojnë për Kosovë dhe punojnë për hulumtimin e personave të pagjetur. Kjo është çështje e atinve. Ata duhet me punu më ngusht, kryqikuq. Duhet me punu më ngusht me familjarët, që të familjarët paktën me ditë që ka ndodhur me ata njerëz, a kanë mu identifiku, a kanë mu kthy në për vendin e vetë ku e meritojnë me pas eshtrat. Kjo është çështje e institucioneve të Kosovës, po edhe institucionet e Kosovës kanë të bëjë me një agresor që nuk ka këshyra, a është fëmijë, a është civil, a është grua, shka është. Këto nuk është edhe faj i atinve, as i familjarve, po është faj i diku në krit tjetër që ka bo krimin edhe ka fshe krimin. Shumë e vërtet, është e vështirë sigurisht edhe për të ditur dhe se çfarë ka ndodhur për të ditur dhe fatin e tyre. Burri juaj rezulton ende të jetë i humburish dukur, pra nuk dihet ende se ku është. Burri është i zhdukur. Tash me 26 mars 99, nëse dhe se ditë i zhdukën, bashkë me qytetarët ose vllazërit e vetë dhe 64 i mungojnë fshatit tonë, për 1500 janë në tërësi kretë Kosovën të zhdukë. Që presëm një ditë edhe na t'i gëzohëm ati faktit që t'i identifikohen edhe të vinë të paktën fëmijat kanë ku t'a dërgojnë një lule. Kjo është. Shpresojmë që të vitë paktën edhe ajo ditë. Më thoni pak si ka qenë, sepse e thatë edhe më herët që rikthimi pra në Krusht të Madhe sigurisht që ka qenë një moment shumë i vështirë, por që besoj gjithë këto 27 vite kanë qenë momente të vështira. Nuk është që ajo ka qenë dhe ju e keni të kaluar atë dhe ka përfunduar çdo gjë, sepse ju dhe sot e kësaj dite jetoni me shpresën, pra për të gjetur dhe bashkëshortin tuaj dhe të gjithë gratë në fakt dhe nënat që presin për të gjetur trupat e burrave, e fëmijëve, si është të jetosh duke kërkuar dhe duke shpresuar, ose më mirë të them, çfarë simbolizon sot shpresa për ju? Thënë drejtën, ne jemi në prag të 27 vjetorit të masakrës Krushës. Për neve është për çdo ditë një ditë e zakonshme. Nuk kalon ditë ose orë pa mendu, ndoshta, jemi në prag 27 vjetorit, jemi në prag të muajit mars, mos për na identifikohet në joni prej djemve më vëros aty ku e kanë vendin.
Kjo na ka përcjellë që 27 vjet. Ne për çdo ditë jetojmë me to. Thash, sa herë që ulemi në kohë të pauzës, na nuk kemi në muhabet të ndryshëm. Na kemi me trajtu muhabetin e luftës prej as të nxy, se cëdhja gru, se cëdhja shka ka përjetu në karakter të vetin. Dhe me thonë, për neve, ata janë për çdo ditë në përmendjen tonë. Është një shpresë ose një që mendojmë që kanë marrë aty, po është një varë, është një dhimbje që është zërët e kalushme. Ajo është shumë e pa të e kalushme, derisa nuk ballafaqohem me drejtësi, nuk ballafaqohem me kërkim falje për ata që i kanë vrarë. Nuk ballafaqohem me gjetjen e tinve, na nuk kemi me pas paqe, ose ndoshta derisa të jemi gjallë. Po, shumë e vërtet në fakt. Po, mbështetja, duke qenë se po afrohemi edhe nga fundi, sepse di që historia juaj sigurisht mund të vazhdojmë bisedën edhe për shumë gjatë, po dua të di pak edhe mbështetjen edhe nga ana pra edhe biznesit edhe punës që ju bëni sot, sa gra punojnë, sepse në 2010 më tha që jeni bërë 12, po që në këtë vit besoj tashmë jeni shumë dhe... Fatbarësisht kooperativa ka pas çdo vit ngritje. Çdo vit rritje të punëtorëve, çdo vit ngritje të kapacitetit, çdo vit ngritje të tregjeve të reja. Ne jemi diku 35 punëtorë që jemi bazë, pa i llogarit punëtorët sezonale. Diku në 70 shkon numri total i grave që punojnë në kooperativë, ose që janë direkt në kooperativën, që marrin paga mujore nga kooperativa, ndërsa kemi një numër mbi 100 fermer që kemi kontrata të mirë fillta, me fermer që kultivojnë kultura të ndryshme. Tu fillu prej specit ajvarit, edhe tu po fundu të karrota, lule laknë, të gjitha kulturët që kultivohen në zonën ku jemi. Po fatbarësisht, si ide dhe si rrugtim i këtij institucioni tonin, jenë hapë edhe shpikat të tjera në fshat, që edhe ata punojnë, edhe ata jetojnë, edhe ata po falë një iniciative së një grupit grave ose një grusht grave që kanë hu burët në luft, janë bo simbol i paqës, i punës, i qëndresës dhe ndërshmërisë, ata sot e gjithë fshati punojnë. Kjo për mua është krenaria për gjitha ato gra, se nuk do të thotë vishë gratë tona me punu, të tjertë mos me punu. Fatbarësisht në vitet ndër vite, rritjet ndër vite, po për shkak të jap një shifër në 2026 ose 2025, se jemi në fillim 2026, kapaciteti i prodhimit në kooperative ka kalu shifër 1.300.000 kg spec, edhe kultura tjera. Kemi në disa shtetet të Evropës, në 6-7 shtetet të Evropës ku i plasojnë, po edhe shtetet bashkurat Amerikës. Pra gjithë bota po në shumë vende furnizohet. Është një mrekulli që nështë edhe vetë në si gratë, nuk e kemi mendu këta rritje tonë. Kemi mendu me punu në kuadrë ku jemi aty, me prodhu për tregun e Kosovës, ndoshta edhe jo me plasu edhe në markete, po me shit në për panajire, me shit individualisht, se nuk e kemi mendu që arrim këtu ku jemi sot. Kjo është falë kontributit të njerëzve që në kanë ndihmu në mënyrat të ndryshme. Unë e që në mënyrë ndi edhe konsumatori nëse e ka ble prodhimin tonë dhe e ka konsumu në ka ndihmu. Nuk pa flas të donatorët ndërkombëtar, të institucionet e Kosovës, të mërgata Kosovës, nuk ka pas dorë institucion ose individ që nuk ka ndihmu kooperative. Në mënyrat të ndryshme. Nuk do të thot veç një zarf me pare, apo nuk do të thot veç një thes me pare, po do të thot një thes me fjalë të mira. Aja neve na ka ndihmu fort, edhe jemi këtu sot ku jemi. Dhe kjo është shumë e mirë në fakt, sepse e përmendet që ka shumë njerëz të cilët punojnë aty dhe jeni një shembull për të gjitha gratë të tjera për të marrë forcën, për të marrë jetën në duar dhe më duket se tashmë në Krushën e Madhe mbizotrojnë, le të themi, apo menaxhohet, le të themi, ose udhëheqin gratë dhe kjo është shumë e bukur për ta parë. Tash për ta thënë pak më... Tash ti me thonë drejten po, nuk menaxhohet komplet, se ka burra, janë rrit burrat, nuk e mohojmë ka burra,
Po në Krushe frymëzon krejt tjetër jetë. Krushja është në një qytet zdvogël me krejt tiparet njerëzore edhe me gjithë infrastrukturën që duhet me pas një fshat. Dhe me thonë, fshati jonë ka për masa tjera. Është rimëkëmbur, është ringjallur le të themi dhe është bërë edhe më mirë. I kemi pikët që na kthejnë kohë, e kemi muzein e fshatit, ku bëhet prezantimi i gjithë gjenocidit serb që ka ndodhur në Krushe, e kemi vorrezat që na mbajnë gjallë mi kujtu ata, i kemi familjar që i kujtojmë, po me gjithë ata Krushja ka për masa tjera, se e përket punësimit, lirisë e grave, gratë udhëheqin sot në biznese, qoftë pizzeri, qoftë kafene, qoftë prodhim ku e udhëheqi une, qoftë flija, qoftë pite, ka biznese individuale që punohet në gjithë fshatin. Kryesisht janë gratë. Kryesisht gratë. Gratë, po, mbi zotroj le të themi kështu që kjo është një gjë vërtet një gjë shumë e bukur dhe historitë të tilla tregojnë shumë që ne si popull, sado që t'jenë munduar të na shtypin, na vrasin, na masakrojnë, ne përsëri ringjallemi, rimëkëmbemi dhe bëhemi dhe më mirë mbase edhe se ç'kemi qenë dhe kjo është ajo që mbase na veçon, se ne shpesh e themi që ne e duam veten tonë, e duam popullin tonë dhe flasim gjërat mira vetëm për ne, por që kjo është histori që gjithë bota e flet dhe pikërisht edhe historinë tuaj e ka folur gjithë bota dhe ka pas një arsye sepse ka simbolizuar atë forcën, atë fuqinë edhe të grave, po edhe të popullit në përgjithësi. Zonja Fakhrie, faleminderit shumë që ndat historinë tuaj, unë shpresoj pse jo, në të ardhmen të vim atje në Krusht të Madhe t'ju vizitojmë edhe në kooperativën që keni, për biseduar mbase edhe me gratë të tjera dhe me ju. Unë ju falenderoj shumë, me të vërtet ka qenë shumë kënaqësi e madhe për mua që t'ju kem sot në studio. Faleminderit edhe një herë për ftesën, po, Krusha dhe kooperativa është derë e madhe. Mirë se vini kur do që t'jeni të gatshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.